Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar zoti zëvendës kryeministër Musa Xhaferi, i nderuar rektor i Universitetit Tetovës, profesor doktor Agron Reka, i nderuar ambasador i Kosovës Skënder Dyrmishi, të nderuar organizator të kongresit KISCOMS, të dashur student, pedagog, miq. Së pari, faleminderit për ftesën dhe mundësinë që më dhatë që t'ju shikoj kaq shumë dhe kaq bukur sonte në këtë sallë. Para një viti kam pritur një numër të kufizuar të drejtuesve të këtij kongresi, të kongresit të fundit të mbajtur në Tiranë, me të cilët pata një bisedë të shkëlqyer, me të cilët biseduam gjerësisht për shkencën e mjekësisë dhe për sfidën. Më vjen shumë mirë që zëvendës kryeministri dhe rektori i universitetit e vënë theksin pikërisht tek ajo për cilën ne kemi më shumë nevojë, tek cilësia dhe nevoja për kërkime shkencore dhe krijimin e një trupe pedagogjike dhe një trupe mjekësore në dobi të shëndetit të popullit tonë. Ky aktivitet nuk del jashtë kornizës se një ngjarje historike, të cilën ne të gjithë së bashku, edhe në drejtim të Këshillit Organizativ të cilin e drejton zoti Musa Xhaferi për festimin 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Unë do thoja këtu që kombi ynë nuk ka vuajtur për luftëtar as për heroj, por ka vuajtur për dy kategori shoqërore. Ka vuajtur për mjek, ka vuajtur për mësues. Dhe 100 vjet histori i kemi 100 vjet përgjithsisht të mbushura me mungesa të mjekëve tanë, të mjekëve të cilët duhet të ishin pranë familjeve, pranë nevojave tona.